Jena sot në rrjedhë si çdo ditë, kena ndalu dhe punime, tira të rruga në mal, po herën e kalume kena një gjuhë krismë armësh. Doli deklarata e medias që tha krismat e armëve i mor me indicie nga deklaratat nëpër social media edhe nis me hetimet e procedurat e tyre. Kanë baj gabim me deklaratë, se nuk e kanë marrë indicien nga deklaratat në social media, po kanë marrë indicien nga punojësit e policisë që kanë me ne i to, eksaktësisht në këtë vend, që kanë një krismat e armëve dhe janë largua. Me që nuk ka pas krisma armësh, policia shtetit na sqarojnë. Pse u nis një fugën policiet me gjithë forcat mbrana dhe një makinë e vogël policiet për Bregdet, pse u nalu një makinë që pa në gjerë vite nga Bregdeti me qytetarë dhe u shoqërun që ka pa gjithë fshati që u shoqërun e shku në komisariat, këto të nëjserojnë policia se nëse këta nuk ka një krisma armësh për çaj bën gjitha këto procedura. Nuk ka pas nevojë me pyet punojësit e sigurisë, ka pas nevojë me pyet punojësit e vet policia shtetit që ka pasi tu prezent që ka një krismat njësoj si ne. Se kush i ka gjujt se për çfarë arsye, kjo është detyrë e policisë shtetit me zbulu edhe me nxjerr në dritë. A jena kërcënu na, a është kërcënu punojësit? Këtë prap do të përcaktu policia shtetit. Do të me bë detyrën e vet dhe jo mund nxitu me dalë me deklarata për shtyp për me përgënjeshtu banorët, sepse banorët nuk kanë gënjy në asnjë moment të vetëm që ditën e parë nuk kena gënjy se toka është e jona, nuk ju kena gënjy se na dhunu, nuk ju kena gënjy se na marrë me forcë në përfugën e policisë, nuk ju kena gënjy se ka pas krisma armësh. Absolutisht që mbas kësaj deklarate të policisë na njena dhe ma të kërcënuar. Dhe jeta jona është marrë rrezik. Ndaj prokuroria, policia shtetit duhet me bë detyrën e vet me nxjerr në dritë të vërtetën. Kjo është detyra e policisë shtetit. Jo mund nxitu me dalë me deklarata për mediat, me përgënjeshtru, me iniciale LK apo XY. Të marrim punojësit e vet që ka pas këtu, i kanë të gjitha ata në lista me dokumentat e tyre dhe të nxjerrin të vërtetën në dritë. Na jena këtu. Na lum punimet sot, do na lojmë çdo ditë derisa drejta jonë të dalin në dritë. Kjo është toka rrjedhorëve. Nuk ka birë nane që ka me këtu për bilim.